Tash jemi te familja Noher Rashitit nga fshati Petrovsk. Kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë 3. Si Noher? Norma çelësat. Çelë. Egzofsh. Sa I fort është njeriu kur I hapim zemrën dhe I shohim vuajtjet me vite, e prapë është duke jetuar. Të jetosh në varfëri nuk është e lehtë, por më të rëndë e bën fakti që jeton brenda një shtëpie pas një grua apo nën. Kjo është familja 3 antarshe nga Kamenica, Nuhi Rashiti, ku jeton me 2 djemtë e tij. Jem në fshatin Petrovsk, komuna Kamenicës, Nuhi Rashiti, 3 antar. Nuhia është plaki me 2 djemë. Që ke emnin? Unë lërëse. E ti? Blerë. Me lullëzimin edhe blerimin. Nuhi, qësh je? Mirë. A për nga kalzën pak qësh për jetën, Nuhi? Qysh të ka pa? Kush u gatun? Në vëllavit. Gruja e vllavit. Gruja e vllavit na kësirë, na kësirë. Gruja vllavit Nuhis. Po. Gruja miqës tonë. Po. Në ndihmë sociale. A merr në ndihmë sociale? Po. Marrin në aftësi të kufizore që janë. Të dytë. E tjetër sen, tjetër kush a ju qelë derën e vjem ju nimun e kush? Ja, kërkos. Qa kështë I dasht jo? Si të më një spid vogël që atë. Të varfrin e bën të varfër një shtëpi. Prandaj çdo person në kushte të mjerueshme kërkon një kulm mbi kokë, ashtu si familja Rashiti. Por ata morën lajmin e gëzuar, po bëhen me shtëpi të re, dhe atë fal donatorëve të shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe bashkëpunimit me komunën e Kamenicës. Ja, këta se kum po kështu në për televizor. Televizor ke po, ha? E qa po ke? Ndrej spija. E na këna orë me ju nërejsh një shtëpi edhe juve? Faleminderit. Një shtëpi të reja dhe të mirë. Po si Nuhi, këna orë me ju nërejsh një shtëpi? Faleminderit. Një shtëpi të rejë të mirë. Hajde përhajt koftë. Përhaj shtëpia. E gëzofshi. Përhaj. Përhaj koftë. Po si Nuhi përhaj. E këzofshe. Na këna mu po edhe një herë kur vimi edhe në qelësat kur të kryet shtëpia. Hajde, Zotë ju rujtë. Ras preks, po bohen me shtëpi të re, fshati Petrovsk, komuna e Kamenicës bashkë me kryetarin. Ja dha lajmin se po bohen me shtëpi. Na shihemi në gëzimin e familjes Radhës, bamirë Zotë kur mos ju. Tash më vesh jena në ambientet e brendshme të familjes Noher Rashitit. Nohe, hi është baci, apo? Po, baba. Qysh po ndihi tash në shtëpinë e re? Mirë, faleminderit, jo bo. Faleminderit. A I në gëzu? Po, I na gëzu, faleminderit. Baci Nohe, qysh po doket? Mirë. A mirë a shumë mirë? Shumë mirë. Çka keni më thonë atyre që kanë kontribu? Faleminderit. Qëtër që kam më thonë, faleminderit. Për ndryshe, jashtë projekte shtëpisë që na zakonisht I bëjmë si shoqat, këtu kanë investuar edhe disa prej familjarëve të tyre me rregullimin e kuzhinës edhe me një vendosje të klimës për familjen e Bacit Nohe. Pejgamberi alayhis salatu wasalam një hadith ka thonë, ummeti jam janë sikur se një trup, nëse dikon I dhëm gjithë trupi, kështu që çdo kush që po e ndin domethënë vetëm për gjest ndaj tjetrit, sidomos ndaj këtyre shtresave pak që janë molt nga mjetet financiare, domethënë nuk po hezitojnë me dhon ata maksimumin nga vetja e tyre, nga pasuria e tyre, nga ndjenjat e tyre se kemi pa përmes YouTube-s dhe emisioneve të Hoxhës nderuam Halil Kastratit që domethënë edhe për pas ndihmës që japin këta njerëz, japin edhe nga ana emocionale e tyre se ndjenjë dhimbje që vëllezërit e tyre ose motrat e tyre gjenden në përhallë ndryshme. Kështu që falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që ka bërë sebeb Hoxhën e nderuam Halil Kastratin për gjithë kontributin e tij që ka bëhen veçanti tash për këto familjarë që kemi në fshatin ton,
bacinohi me familje, me këto 2 djemët, edhe një qike kanë sa e diune, ajo është e martuar. Inshallah këtëve Zoti ja vjep të mirën dhe të marrën, inshallah kanë shëndetin këto, dhe lusmit madhe Zot që gjithë ata që kanë kontribu përmes Hoxhës Nërum Halilit edhe këto rrithet familjare, Allahu t'i shpërblen në këtë dunja dhe t'ja vjep xhenetin e lartë, xhenetul firdaus, xhenetet e adinit. Edhe njëherë ju falenderojmë në emër të imamit të fshatit, Zoti inshallah shon bereqet, shëndet dhe mirësi në familjet juve dhe në gjithë stafin e juve. Hoxha Zoti ju shpërbleft edhe juve, e na po e lona me pamjet e shtëpisë. E gëzofshi, bëcinohe, për hari u koft, për hari u koft, Hoxha, për hari u koft të të